Shqipëria vazhdon të jetë një vend tranzit të paktën sa i përket kalimit të shtetësve kosovar, të cilët mbërrinë në Shqipëri me anë të tragjeteve dhe më pas udhëton drejt Kosovës nëpërmjet pikës kufitare të Morinës në Kukës. Nga të dhënat e marrat pranë kësaj pike doganore, mësohet se gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në Shqipëri rreth 7.000 shtetas kosovar, me 3.000 automjete, të cilët po rikthehen pranë vendeve të tyre të punës në shtetet perëndimore. Në dispozicion të emigrantëve janë vendosur 5 sportele, ndërsa mësohet se gjatë gjithë kësaj periudhe të festave të fundvitit, në të gjitha pikat kufitare të Kukësit kanë hyrë më shumë se 20.000 shtetas kosovar. Pavarësisht fluksit, krahasuar me vitet e mëparshme, numri i emigrantëve të cilët kthehen në Kosovë me rastin e festave ka pësuar ulje të theksuar. Ky fakt, i cili vihet re në të gjitha doganat e pikat kufitare të Shqipërisë, tregon edhe një herë situatën ekonomike mjaft të vështirë me të cilën janë duke u përballur emigrantët shqiptar në vendet perëndimore ku ata jetojnë dhe punojnë. Pika e kalimit kufitar Kakavi ka shënuar fluks të emigrantëve gjatë 24 orëve të fundit. Burime nga kjo dogan bëjnë me dije se 4.300 shtetas kanë lënë pas traun e doganës shqiptare, ndërkohë që kanë hyrë 3.020 persona. Në këtë pikë kufitare nga ana e palës shqiptare po punohet me 8 sportele, ndërsa nga ajo greke me 5 të tillë. Pavarësisht fluksit, nuk janë shënuar radhë të gjata, ndërkohë që vihet re një numër shumë i lartë i autobusëve, të cilët kryejnë itinerarin Shqipëri-Greqi. Edhe në Kapshticë vazhdon kthimi i emigrantëve për në shtetin grek, ku ndryshe nga një ditë më parë, në këtë dogan janë shënuar 2.926 shtetas, të cilët janë larguar nga Shqipëria. Situata është shënuar e qetë dhe pa probleme.